Ndonjëherë nuk po flasim për Artemisa, po s'kishte vend këtu. Po flasim Artemisën se me Artemisën del se neve na ka kështu thjeshta për. Sa për emision. Ne nxorëm këtë temën në Instagram. Dhe me thënë të drejtën, ne nuk po prisim asnjë histori nga çunat, sepse tham çunat janë ata që zakonisht mund të jenë reboundi një goce. Por jo, nuk ndodhi kështu. Na shkruajti një djalë, Andi, sa ai nuk e kishte problemin që t'ia thonë me emrin, dhe na tregoi historinë e tij të lidhjes me vajzën që ka dashuruar. Ju luta shumë, si gjithmonë nuk që ju lutem që të më vinë në telefon, por e kishte më shumë siklet, sepse ai tani ishte dhe i martuar me fëmijë, dhe na shkruajti letër. Mua më pëlqeu jashtëzakonisht shumë kur bisedova me të në DM, sepse ishte aq i artikuluar, se ne jemi mësuar me këta çuna që flasin kështu Jargon, po ishte aq i artikuluar, aq i ndjeshëm kur po ma tregonte, saqë ju lutat ma shkruante në letër, e ka shkruar në letër, Gjesi do ta lexosh pak ti? e lexoj. Dhe të dëgjojmë pak historinë e tij të ai ka qenë reboundi. Ai ishte një rebound. Në historitë që ju ndani shpesh me ndjekësit, meshkujt shfaqen se ato qenin pa shpirt që bën gjëra nga më të këqijat. Por jo gjithmonë është ashtu. Në historinë time, antagonisti nuk isha unë, përkundrazi, ishte ajo. Dashuria më e madhe e jetës time, që dhe sot që jam e martuar dhe me fëmijë, përsëri e mendoj shpesh. E njoha kur ajo ishte në gjendjen më të keqe të jetës së saj. E dija që ishte vulnerabël, e brisht dhe totalisht e shkatërruar, por që në momentin e parë që e pash, e dija që të ishte vajza e jetës time. Unë njoh nga një mikesha jone përbashkët. Ajo erdhi në grupin ton shoqëror si vajzë që sapo është ndarë dhe ka nevojë për njerëz. Unë isha i pari që ju afrova. Fillom të flisnim shpesh dhe papritur e gjitha veten në rolin e psikologut. Sa më shumë ajo tregohej dobët me mua, aq më shumë e gjëja veten të dashurohesha pas saj. Në fillim, më duk pak e çuditshme që u lidh direkt me mua pas ndarjes, por ajo shpreh për mua me shumë dashuri dhe më thoshte se isha ajo gjëja që kisha munguar nga lidhja e saj toksike. Që isha qetësia dhe se ndonjëherë i dukesh ajo i vërtet. Pas 6 muajsh lidhje, ku unë mendoja që kisha gjetur dashurinë e jetës time, një natë u fut në dush dhe telefoni nis të binte pa pushim nga mesazhet. Instinktivisht ja hapa dhe pash mesazhet me ishin e saj. Nuk të kam harruar, jemi bërë për njëri tjetrin, e shumë të tilla si këto. U shokova, po prap diçka brenda meje nuk i vinte faj. Unë dija të gjithë historinë e saj me ishin. Kur doli nga dushi më pa të shokuar dhe e kuptoj. Po ndjej në faj se më kishte lënduar dhe më tha që do ishte më mirë të ndaheshim për të mirën time. Thellë nuk doja për unë dam. Ndërpriva çdo kontakt me të dhe për ironi të fatit, zgjodha ta harroja duke frekuentuar çdo femër që më dilte përpara. Njëra prej tyre sot është gruaja ime, nëna e 2 vajzave të mia. Si më po mishe. Të tjerë duan, të tjerë na duan, me të tjerë përfundojmë. Dhe kështu shkon zinxhir. Ky është ai rasti që unë thash, që fola pak më parë, që është ai djali që lëndohet. Viktima në këtë rast është reboundi. Ky djali ka qenë reboundi. Është shumë e trisht se thash para se ta nisja. Po mua më vjen keq për atë gocën. Më vjen keq për atë gocën, sepse nuk mendoj që e ka dashur që ta lëndonte këtë çunin. Është shumë egoiste nga ana e saj, patjetër, absolutisht. Më vjen keq edhe për këtë çunin, patjetër. Po nuk mendoj që ka dashur ta lëndonte dhe ta bënte me qëllim. Me qëllim nuk mendoj që ka qenë, po mendoj që ndonjëherë njerëzit do të punojnë shumë veten e tyre për të kuptuar që kjo gjë është zinxhir. Pra ai çuni është lënduar nga vajza dhe ka lënduar tani është me një vajzë, me një grua që është rebound dhe ajo. Ai mendon akoma për ishin. Jo domosdoshmërisht, ai mund të mendoj për ishin edhe si nostalgji dhe nuk është dot që të rikthehet se është nostalgjia. Më vjen keq për atë gocën si Blerta, sepse ideja është që ti në atë moment ti me vërtet do ta bësh të funksionojë kjo gjëja e re që ke nisur. Edhe ai ishi toksik manipulues që kthehet sërish dhe ti thjesht duhet të kesh punuar me veten që dhe nëse ti je vetëm mos t'i ktheje përgjigje, aq më tepër nëse jemi dikë tjetër. Unë personalisht më bezdis fakti që ajo ka patur kontakt me ishin, ndoshta ka tradhtuar fizikisht, pa mund të bëj seks. Nuk e thatë, po thjesht i pa mesazhet si situatë. Që ajo do ishte shumë e rëndë, se unë mendoj që aty e vendos ti limitin që ato doje të bëje diçka që nuk do ta bën. Një gjë ta keni vath në vesh. Sepse ai çuni aty tha,
Unë tha nuk doja të ndaja dhe pse pash mesazhet dhe pse ai e kuptoi që ajo donte akoma ishin. Nuk jesh pëtimtari as terapisti i askujt. Mos hy në një marrëdhënie të ngatëruar kur dikush do akoma dikë tjetër sepse do ja bësh vetes. Lëri secilin të procesoj të shërohet vetëm ose me ndihmë profesionale. Nuk e as mami, as motra, as terapistja si as Shën Tereza, as Shën Maria që të ndihmosh as një njeri të kaloj traumat e lidhjes dashurore të zemrës, sepse nesër pas nesër mund të shërohet dhe të hedhin në kosht plerave.